Nxënësit e shkollave të mesme në Tetov sot kanë bojkotuar mësimin për shkak të ndryshimit të orarit dhe pamundësisë për të qenë të lirë gjatë kohës së iftarit. Në gjimnazin Kiril Pejçinović dhe shkollën e mesme ekonomike, protestën në shenjë mbështetjeje për nxënësit e pasdites e kanë mbajtur edhe ata që janë në paradite dhe nuk kanë mbajtur mësim pas orës së 4. Nga komuna e Tetovës thonë se nuk mund të bojkotohet mësimi dhe nuk mund të ndryshohet orari apo të shkurtohen orët mësimore. Sipas përgjegjësit të sektorit për arsim, shkollat do të duhet të përshtasin pushimin e gjatë dhe ta zgjasin atë për kohën e iftarit, duke siguruar që nxënësit të kenë kohë të mjaftueshme për të konsumuar ushqimin. Se si nuk ka pasur ndonjë njoftim apo lajmërim zyrtar nga ana e themeluesit komunës Tetovës për shkurtim të mëhershëm të orëve mësimore e rikthim të orarit normal. Neni 27 i ligjit për arsim të mesëm është decit se ora mësimore zgjat 45 minuta dhe themeluesi asesi nuk mund të ndërmerrë një veprim të tillë për shkurtim të orëve mësimore, pasi që neni 23 njëjtë i ligjit për arsim të mesëm është decit se kur mund të ndërpritet procesi edukativ arsimor dhe kur mund të ndërpriten apo shkurtohen orët mësimore. Këta janë rastet vetëm në shkaqe të fatkeqësive natyrore, tërmeteve, pandemive. Ndryshe, shkollat e mesme kanë adaptuar vetë orarin në mënyrë që gjatë kohës së iftarit të mund të jetë i zgjatur pushimi. Shkollat e mesme kanë bërë një adaptim të orareve që në kohën e iftarit të mund të jetë i zgjatur pushimi i gjatë që e njohim ne brenda shkollave tona dhe asesi nuk guxohet që të ndërpritet procesi edukativ arsimor, qoftë me fe apo qoftë me ligj, pasi që edhe fjala e parë e zbritur e Zotit është fjala Ikra. Lexo dhe mëso në emrin e Allahut tënd, kështu që nxënësit ju bëj thirrje gjithashtu edhe prindve, pasi që kishin bërë paralajmërime për bojkot të procesit arsimor, prindrit dhe nxënësit duhet dinë që nuk mund të bojkotohet gjëja më hyjnore, procesi edukativo arsimor për shkaqe të ndryshme apo arsye të ndryshme. Dauti i theksoi se Inspektorati Shtetëror i Arsimit nuk ka dalë me ndonjë prononcim në lidhje me këtë çështje, por komuna e Tetovës ka informuar të gjitha drejtoritë e shkollave për të përshtatur pushimin e gjatë me kohën e iftarit dhe nxënësit pas kësaj do të duhet të vazhdojnë mësimin deri në përfundim të orarit të plot pa ndërprerje.